Jemi atëherë me ti. Cili do t'jetë hapi i parë? Hapi i parë është skrabi. Skrabi shërben për heqjen e qelizave të vdekura në lëkurë. Aplikojmë gjithmonë me shpatull. Ne në këtë rast po trajtojmë të gjithë pjesën e parakrahut, ë? Parakrahut, po. A është një pjesë dhe një zonë e cila ka nevojë për trajtim? Po, normale që ka nevojë. Është një trajtim i cili ndihmon në lëkurë, heq papastërtitë e lëkurës, e bën lëkurën sa më të shkëlqyeshme, e furnizon me vitamina. Sa shpesh duhet të aplikojnë zonjat këtë trajtim? Aplikimi i skrabit, këtë që po bëjmë tani, është e rekomandueshme të bëhet 1 herë deri në 2 herë në javë, për arsye se heq qelizat e vdekura. Këshillohet që t'jetë një skrab i cili është një skrab i ashpër, pra i ka ato kokrizat disi më të ashpra dhe të tekstuara, ndihmon më shumë. Që shërben për pastrimin e lëkurës, poreve, është shumë efikase. Sa minuta duhet lënë? Kjo, do me thënë, ka një minutazh diku tek 10 deri në 15 minuta, që të japi efektin e duhur në lëkurë. Mirë, ne për efekt, sigurisht që për efekt të kohës televizive nuk kemi të mundur që të lejojmë të 10 minuta skrab. Megjithatë, në momentin që vendoset skrabi, a ka një lloj përhapje edhe masazhimi që duhet i bëhet edhe si duhet jetë? Jo, në momentin që aplikohet skrabi, vendoset e para mbi të gjitha është pastrimi i lëkurës nga pisliqet, nga pjesa e djersës, që lëkura të jetë sa më pastër dhe efekti i skrapit të jetë sa më efikas. Edhe të qëndroj të hyjë sa më thellë në qelizat e lëkurës. Po, që të bëhet pastrimi siç duhet. Pastaj, do të heqim skrabin dhe? Pastaj heqim skrapin. Sigurisht që nëse ju do të aplikoni në shtëpi do të mbani 15 minuta, po ashtu edhe në qendrat estetike ka minutazhin e vetë që mund të jetë 15 edhe në 20 minuta, ndërkohë që për efekt të kohës televizive ne do të na duhet që ta lëmë më pak, edhe për t'i treguar të gjitha hapat, së cilat do t'jenë. Ky ishte hapi i dytë, pas pastrimit që i bëm dorës, është hapi i dytë. Ndërkohë që unë besoj a ndihmon nëse mund të bëhet një trajtim i tillë para plazhit, a ndihmon më së shumti që lëkura veç se të jetë shumë e rigjeneruar dhe e hidratuar, të ketë mundësi më shumë që të përthitë rrezet e diellit? Duhet një periudhë kohe për shkak të pastrimit të qelizave të vdekura, duhet një periudhë kohe diku tek 2-3 ditë, pastaj të aplikohes në rrezet e diellit. Pra, duhet të kalojnë 2-3 ditë dhe më pas duhet të ekspozohesh në rrezet e diellit. Në të kundërt patjetër me krem mbrojtës, patjetër. Me krem, po, patjetër. Tani edhe nuk duhet ta këshilloj më kremin mbrojtës sepse e marrin për të mirëqenë që të gjithë e dinë. Po. Tani përdorim sinergjin. Po? Vaj sinergjik. Sinergjia. Po, është përdoret në gjëndrat limfatike. Ka dhe aromë? Po, ka aromë, normale. është pjesë që aplikohet letësisht. Po? Pra, aplikohet si tamponim, a? Po, si tamponim. Si masazh. Shtypje e lehtë në lëkurë. Kjo shërben për hidratim, për furnizimin e lëkurës me vitamina. A mundet që sinergjin, vajnë sinergjik të mundet ta blenë, pra tregtohet? Po, tregtohet. Por duhet të di si ta kërkoj, vaj sinergjik? Po, duhet me rekomandim me patjetër. Megjithatë, në shpeshherë pjesë të gjithë protokollit të trajtimeve që shkolla New Generation ka bërë dhe ka sjellë si pjesë e programit tonë për gjatë këtij sezoni, ka qenë gjithashtu edhe vaj sinergjia. Po. Sinergjia përdoret gjithmonë në gjëndrat limfatike. Gjëndrat limfatike janë gjëndrat të cilat
heqin papastërtitë të trupit, ne duke bërë aplikimin e sinergjisë, ndihmojmë që gjëndrat limfatike të jenë sa më efektive në derën e papastërtive të trupit, edhe plus që ato i ushqejmë. Do më thënë, gjëndrat limfatike është si tip filtri në trupin e njeriu. Shumë mirë të ishte një krahasim i duhur, pra ku ti nxjerr nga trupi toksina dhe ndërkohë thith ato element të nevojshëm që trupi ka. Ndaj një falenderim shkon për shkollën profesionale New Generation që përgjatë këtij sezoni ka bërë të mundur që shumë për pedagogëve të tyre të jenë pjesë e programit tonë, por gjithashtu edhe studentëve, të cilët kanë pasur vetëm një mundësi për të përshtatur me televizionin, por mbi të gjitha edhe për që dijet e tyre t'i tregojnë edhe t'i bëjnë të mundura kështu edhe këtu kene. Ndaj i falenderojmë shumë. Megjithatë një thirrje kam për të gjithë ata studentë që duan të bëhen pjesë e botës parukerisë, estetikës apo edhe trajtimeve të ndryshme, shkolla profesionale New Generation ju jep mundësinë që pasi ju të përfundoni studimet, varet se çfarë do të zgjidhni, mund të zgjidhni kurset 3, 6, 9 mujore, por gjithashtu edhe ciklin 2 vjeçar të shkollës. Nëse ju përfundoni studimet dhe pajiseni me diplomën, diploma juaj është akredituar dhe e njohur në të gjithë botën, jo vetëm brenda Shqipërisë, dhe sigurisht që mundësitë e punësimit janë më të mëdha. Duhet të shtoja që është një licencë. Një licencë. Është një licencë është më shumë se një diplom, pra është një licencë të cilën ju mund ta... Në të gjithë. Tani aplikoj maskën. Maskën? Për çfarë shërben? Besoj duhet ketë një element ftohës apo jo? Maska, në këtë rast, e kemi tip gjeli, e cila shërben për hidratimin e lëkurës, i jep shkëlqim lëkurës, plus që ka dhe vitamina të cilat lëkura i thithë. Po. Sa minuta do të mbaj maskën? Kjo është diku tek 5 deri në 10 minuta me rregullore. Me rregullore, jo me rregulloren televizive, me protokollin tuaj të estetikës mund të qëndrojnë deri në 10 minuta. Aroma është shumë e mirë dhe maskës dhe më pëlqen shumë që të gjitha produktet që ju sillni, padyshim që janë produkte të cilat kanë në përmbajtje. Janë produkte bio, edhe kanë edhe vitamina, janë shumë efektive. Pra nuk kanë asnjë përbërës kimikat në përmbajtjen e tyre, ndaj mund të përdoren. Megjithatë, për më shumë informacion ju drejtohuni në shkollën profesionale New Generation. Tani kemi vendosur gjelin. Në këtë rast, do ta lëm pak 2-3 minuta, dhe në këtë rast i bëjmë edhe një masazh shputës së dorës. A ndihmon në një relaksim më të mirë masazhi i dorës? Po, është refleksologjia, që në këtë rast po e bëjmë falas. Klientët. Po. I bëjmë një masazh të thjesht gishtave të dorës, derisa të plotësoj pak minutazhin. E të mendosh që është një zonë të cilën ne jo gjithmonë e trajtojmë, jo gjithmonë kujdesemi për të bërë edhe masazhin kaq të nevojshëm për qarkullimin e gjakut. Tani në sinën e verës duket sikur ndonjëherë edhe na mpihen duart pak më shumë. Mpihen, po, normale. Normale është. Prandaj një masazh me sinergji do ishte ideale fare. Bën një shtensionim të muskujve? Një shtensionim të muskujve, po. Më thëmë, si pas refleksologjisë, plomba e dorës është gjithë trupi e njeriut, ku kemi kokën, kemi syt, kemi veshët, kemi gjithë organet e brendshme, edhe i prekim një nga një që të jetë sa më qetësues. Sa minuta këshillohet që të bëhet masazhi? Refleksologjia, diku tek 7-8 minuta është perfekt. Pasi ka bërë edhe minutazhin e duhur gjeli që kemi vendosur, do të shtojmë? Do ta pastrojmë gjelin, maskën. A këshillohen të tilla trajtime kur lëkurat mund të jenë problematike, akneike, mund të jenë të ndjeshme? Nuk bëhet aplikimi në të gjitha lëkurat. Në rastin e Denit e pash pjesën e lëkurës ishte perfekte për të bërë një pastrim të lëkurës, por në rast të rritimi, gërvishtje, qarje, djegje të lëkurës nuk bëhet. Nuk bëhet.
Atëherë besoj që kërkon një tjetër trajtim, një tjetër të tjera produkte dhe sigurisht shkojnë në bashkëpunim edhe në konsult me mjekun dermatolog, gjithmonë. Po, normal. Cili është hapi tjetër? Hapi tjetër? Besoj do t'jetë hapi përfundimtar? Po, është... Jo, të regon që dhe unë kam mësuar disa gjëra për jush. Po, ke qenë e përmendshme. Kemi besoj kremin? Kremin. Hidratues? Hidratues. Shërben për hidratimin e lëkurës. Në këtë rast i bëjmë edhe pak masazh edhe pak qarkullim gjaku sa më të mirë. Ne sot trajtuam para krahu, në një zonë që duket sikur jo gjithmonë i kushtojmë rëndësi, i kushtojmë rëndësi lëkurës, i kushtojmë rëndësi pjesës së dekoltes, por gjithashtu edhe pjesëve të ndryshme të trupit, dhe duket sikur para krahu dhe duart jo gjithmonë janë në vëmendjen tonë, por në fakt janë shumë të ekspozuara dhe e mira është që hera herës të gjitha vajzat dhe zonjat një trajtim të tillë siç Meti e shpjegoi me produkte të cilat ju mund t'ju gjenden në shtëpinë tuaj, por me hapat që Meti tha, mundet që ta aplikoni edhe ta bëni me patjetër, sepse ju ndihmon shumë edhe mos harroni dhe mos neglizhoni asnjëherë edhe masazhin, Nuk e di se sa në mënyrë profesionale mund ta bëni ju në shtëpi, sepse Meti sigurisht që është instruktuar edhe ka kryer studimet për këtë gjë, e megjithatë, nëse shkoni në YouTube, e shihni edhe një herë këtë pjesë, mund të merrni mbase disa teknika edhe ta aplikoni. Meti, unë të falenderoj që ishte sot me ne. Tani besoj që Deni ka një dorë shumë të hidratuar, edhe pse ajo kujdeset shumë për... Po ta vini re, është edhe efekti. Po, kuptohet. Ngrihe pak të dorën tjetër, Deni, të lutem? Duket që njëra është disi më hidratuar, po, dhe ka marrë edhe një skuqje. Një skuqje që është shumë normale. Është reagimi i produkteve. Mirë, tani ti do qëndrosh këtu me Denin të bësh dorën tjetër, mos halën dorën tjetër. Do të bëj edhe një falënderim për shkollën New Generation, edhe për pedagogën tonë Mimozat Afani. A, Mimin e puthi Mimin. I dërgojmë një puthje Mimi dhe Mimi sa mirë që ke nxjerrë student të tillë, kaq të aftë dhe mbi të gjitha që demonstruan sot në studio se çfarë mundet bëjnë me duart, se si mundet që ti trajtojnë ato dhe cilat do të ishin teknikat perfekte për të pasur duart të bukura dhe të hidratuara. Tani ne do të kalojmë në pjesën tjetër të këtij programi, se do të jemi pastaj në pjesën e dytë së bashku me të ftuar të tjerë dhe momente të tjera. Tani është momenti që ju të ndiqni edicionin informativ të orës 12 për të shkëputur kështu nga pjesa e parë dhe do të shihemi pas pak. Mos u largoni.